Sipas një transmetimi që përcjell Ebu Hurajre radiallahu anhu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: feja është e lehtë. Nëse dikush niset të bëj ibadet përtej fuqisë së tij, do të mbetet i pafuqishëm përballë fesë. Prandaj mos kaloni në teprim. Mbani rrugën e drejtë dhe gëzoni për shpërblimin që do ta merrni për veprat e mira. Feja islame të gjitha teprimet, domethënë kalimin përtej asaj që duhet, e ka konsideruar si një lloj devijimi. Ekstremet që në kuadrin islam cilësohen si ifrat dhe tefrit, në një farë mënyrë janë tendosje të kufijve që ka vendosur Allahu Madhëriplot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Të gjitha falenderimet dhe lavdërimit i takojnë Allahu xhaleshanuhu, Zotit të gjithësisë, mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja, mëshira dhe begatit Allahu xhaleshanuhu qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhamedit alayhis salam dhe në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër dhe motra, do të mundohemi të kalojmë disa çaste në temën maturia në ibadete. Çdo mend se maturia është një cilësi që do ta posedon çdo besimtar dhe besimtare. Maturia duhet të jetë në përditshmërinë e çdo besimtari dhe besimtare. Maturia duhet të jetë edhe në ibadete, duhet të jetë edhe në adhurime. Maturin e hasim edhe në Kur'anin famëlart, e hasim edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të kisha veçuar ajetin e surës Al-Ahzab, ajetin e 70, ku Allahu xhaleshanuhu thot: Ja ejuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. O ju që i keni besuar Allahu xhaleshanuhu, friksoni Allahu xhaleshanuhu dhe të jeni të matur në fjalët tuaja. Ebu Musa el-Ashariu, kur e shpjegon këtë ajet kuranor, thot se i dërguari Allahu xhaleshanuhu i mblodhi shokët e tij, sahabët, dhe ju tha se Allahu xhaleshanuhu e zbriti një ajet kuranor ku kërkon prej nesh që ti friksohemi vetëm Allahu xhaleshanuhu me veprat tona, me punët tona, dhe gjithmonë duhet të jemi nga ata të cilët duhet të jemi të matur. Ndërkaq i dërguari Allahu xhaleshanuhu një rast tha: El muslimu men salem el muslimine min lisanihi ve yadihi. Muslimani i vërtet është ai i cili nga dora dhe gjuha e tij janë të ruajtur njerëzit e tjerë. Nga ky ajet kuranor dhe nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kuptojmë se ne në jetën tonë duhet të jemi të matur. Duke ditë se Allahu xhaleshanuhu e ka treguar edhe qëllimin e tij se pse jemi në këtë botë. Ajeti në vazhdim e tregon këtë qëllim ku thot Allahu xhaleshanuhu: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk kam krijuar njerëzit dhe xhinët për asgjë tjetër vetëm se për të më bërë ibadet, për të më adhuruar. Duke marrë parasysh se çfarë vlerë ka adhurimi, ibadeti në fenë islame, feja islame na mëson që të jemi të matur edhe në adhurimet tona, edhe në ibadetet tona. Dua të theksoj rastin se prej kushteve të namazit, i cili është njëri prej kushteve të islamit namazi, prej kushteve të namazit është edhe marrja e abdesit. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i këshillon të shokët e tij që të jenë të matur edhe në marrjen e abdesit, saqë në një rast e takoi një shok të tij, një sahab i cili mirë ta avdes, mirë po në atë rast përdorte ujë tepër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi dhe i tha duhet të jemi të matur edhe gjatë marrjes së abdesit. Ky sahab, ky shok i pejgamberit alayhis salam ju drejtua dhe i tha: Ja Rasulullah, edhe në marrjen e abdesit duhet të jemi të matur? Tha po, edhe sikurse të kalon lumi rreth jush, ne duhet të jemi të matur. Gjithashtu nëse i shikojmë edhe namazin, i cili është kushti i dytë pas shahadetit, Allahu xhaleshanuhu në surën El Mu'minun, ajeti i parë dhe i dytë thot: Kad aflaha al mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët.
alladhina hum fi salatihim khashiun, ata të cilët janë të kujdesshëm ndaj namazit të tyre. Këtu Allahu xhaleshanuhu sikurse i fton besimtarët, i njofton besimtarët dhe besimtarët se të shpëtuar janë ata të cilët kujdesin ndaj namazeve të tyre. Ndërkohë në një rast tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sura Al-Maun ajeti 3 dhe 4, ku thot Allahu xhaleshanuhu, mirë ata të cilët falen, ata të cilët namazin e tyre e bajnë sipërfaqësisht, ata të cilët namazin e tyre e bajnë shkeleshko me fjalë të tjera që e përdorim ne si popull. Kemi edhe raste të tjera të cilët e shpjegojnë, ose hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët e shpjegojnë maturinë të cilën duhet ta ketë besimtari në namaz. Shkuan 3 shokë të takohen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të marrin mësim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me adhurimet. Njëri prej tyre pasi u largua nga pejgamberi alaihi salam tha, unë tër jetën time do të falem. Tjetri tha, unë tër jetën time do të jem nga ata të cilët do të agjeroj. Tjetri tha, unë asnjëherë nuk do të martohem. Dhe kur i treguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për rastin e këtyre 3 djemve të ri, pejgamberi alayhis salam i qortoi, tha, ju e keni shembullin më të mirë tek unë, sepse unë vazhdimisht falem, mirë po edhe pushoj. Unë agjeroj të hanën dhe të jetën jashtë Ramazanit dhe jo tër jetën. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam tha, unë edhe martohem. Andaj ju e keni shembullin më të mirë, nëse duhet dikush të jetë më i devotshëm, mesin tu jam unë dhe ju duhet të mbirni mua shembull. Dhe ne duhet të jemi të matur nga ky shembull, kuptojmë se çfarë maturie ka pas i dashuri i zemrave tona Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në ibadetin e namazit. Gjithashtu transmetohet se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte caktuar shokun e tij, Muadh ibn Jabal, që të jetë imam i xhamatit të tij në kohën e namazit të yatsis. Muadh ibn Jabali ishte nga ata të cilët e zgjatin namazin aq tepër sa që shokët e tjerë u çuan dhe shkuan dhe i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, Muadh ibn Jabali e caktove sonte si imam në namazin e yatsis, mirë po ai e vanoi shumë namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thriti dhe i këshilloi dhe i tha, o Muadh, duhet të kesh parasysh se pas teje falen një grup i njerëzve, falen njerëz të cilët nuk kanë shëndetin e mirë, falen njerëz të moshuar, falen njerëz me nevoja të veçanta, andaj është mirë që ta lehtësoni namazin kur të jeni imam. Gjithashtu ka edhe një transmetim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një shok të tij i cili e fali namazin e tij në mënyrën e tij që ka menduar se duhet të jetë. Pejgamberi alayhis salam i këshilloi dhe i tha, ktheu dhe fal edhe një herë namazin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për herën e dytë, pasi që i këshilloi përsëri, ai e fali sikur herën e parë namazin. Edhe herën e tretë, atëherë pejgamberi alayhis salam e pa dhe e kuptoi se ky njeri nuk din ta falë namazin. E mor, e këshilloi dhe e mësoi se nuk falet namazi shpejt. Duhet ta gjejmë mesatarën dhe duhet të jemi të matur edhe në namazet tona. Besimtari është i detyruar të jetë i ekuilibruar që në çdo fushë të jetës dhe veçanërisht në adhurime. Prandaj, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili jetesën e mirë dhe sjelljen e kujdesshme të matur, e ka quajtur një nga 24 pjesët e pejgamberllëkut. Shumë persona të cilëve u mungonte maturia, i ka paralajmëruar të mos i tejkalon kufit dhe të mos e teprojnë. Për shembull, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur po kryente haxhin, u tregoi njerëzve gurët e vegjël që shokët e tij kishin mbledhur për të dhe pasi u tha, gjuani gur sikur këto. Me njerë shtoi, o njerëz, ruhuni nga deprimet në fe. Vërtet, popujt para jush i kanë shkatruar nga deprimet në fe. Maturin mund të shohim edhe tek agjerimi, duke marrë parasysh se agjerimi është një prej obligimeve që e kërkon Allahu xhaleshanuhu dhe kërkon që të kryhet me përpikshmëri. Allahu xhaleshanuhu në surën El-Bekare, ajeti 286 thot: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Allahu xhaleshanuhu nuk e ngarkon askën prej jush për te mundësive. Andaj tek agjerimi e shohim vëllezër dhe motra të nderuara maturin që
e jep Islami. Ata të cilët s'kan mundësi, agjerimi Allahu xhaleshanuhu nuk i ngarkon. Shembull, bëhet fjalë këtu për njerëzit tepër të moshuar, për njerëzit e samur, për udhëtarët. Ka lehtësime dhe me këtë tregohet maturia që e ka Islami edhe ndaj këtij adhurimi, edhe ndaj këtij ibadeti. Yuridullaha bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, thot Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu kërkon lehtësim e nuk kërkon ngarkesë për juve. Ndërka që edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse i shfletojmë në këtë drejtim, janë ato këshilla të arta që na e tregojnë maturinë që duhet ta kemi në këtë adhurim. Kishte nga shokët e pejgamberit alayhis salam të cilët kishin dëshirë çdo ditë që të agjerojnë pas Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam i këshillonte dhe ju thonte se ju duhet të jeni të matur, sepse përveç obligimeve që i kemi ndaj Zotit, ne kemi obligime edhe ndaj familjes, kemi edhe obligime ndaj shoqërisë, kemi edhe obligime të tjera që na rrethojnë. Kështu që njëri nga shokët e tij e këshilloi në këtë mënyrë dhe i tha, nuk është mirë që ta agjerosh tër vitin. Mirë po, ai aq tepër ishte i interesuar që ta agjeroj tër jetën e tij, vendosi që ta agjeron. Mirë po, kur erdhi koha e pleqërisë, e kuptoi atëherë domethënien e pejgamberit alayhis salam, ose këshillën e artë të pejgamberit alayhis salam, i cili ishte shumë i matur, i cili i këshillonte shokët e tij që tjenë nga ata të cilët tjenë të matur në ibadetet në adhurimet e tyre. Atëherë kuptoj se sikur ta kisha dëgjuar herën e parë kur më këshilloi pejgamberi alayhis salam, sepse në moshën e pleqënisë ai e pa vetveten e vet dhe u lodh aq tepër edhe u bë shkak agjerimi i tij që këtë lodhët aq tepër. Gjithashtu është edhe një transmetim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një shok i cili ishte shok i pejgamberit alayhis salam, mirë po për një kohë gjatë pejgamberi alayhis salam nuk e pa. Nga fytyra ishte shumë i bukur. Një kohë të gjatë pejgamberi alayhis salam nuk e pa, saqë pas një viti kur u takua dhe kur po i tregoi se është filan fisteke, pejgamberi alayhis salam i drejtoi, po ti ke qenë i bukur, çka ndodhi me ti? Tha, unë tha pres jam ndaherën e kaluar prej teje, kam vazhduar me agjerim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qortoi dhe i tha, nuk është mirë në këtë formë të vazhdoj, sepse ju e kemi shembullin tim dhe ju duhet ta pasoni sunetin tim dhe duhet të jeni të matur edhe në ibadete edhe në adhurime. Gjithashtu derisa jemi tek Ramazani, vlerën e madhe që ja ka dhënë Islami Ramazanit, i ndeshkon të gjithë ata të cilët nuk e kryjnë këtë obligim, ata të cilët kanë mundësi të kryejnë ky obligim. Njëkohësisht Islami kërkon nga ne që të jemi nga ata të cilët i respektojmë të gjithë urdhnat e Allahu xhaleshanuhu. Në veçanti kur bëhet fjalë tek agjerimi, ne duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të jemi nga ata të cilët vërtet e kuptojmë thellësinë ose sekretet e agjerimit, ose maturinë që duhet ta ketë çdo besimtar dhe besimtare edhe në agjerim, nga se porositë e Allahu xhaleshanuhu dhe porositë e pejgamberit alayhis salam janë për të mirën e njerëzimit, për dobinë e besimtarit dhe për dobinë e besimtarës. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka transmetime se i sulmon ose i këshillon ata të cilët nuk e lajnë gënjeshtërën. Ata përveç hajës dhe pijes në Ramazan nuk kanë asgjë tjetër. Ata duhet të ruhen nga gënjeshtra edhe në jetën e përditshme, por ekskluzivisht në Ramazan, gjatë agjerimit, duhet të jenë të kujdesshëm. Derisa jemi këtu, dua të theksoj edhe rastin e namazit të taravis. Pasi që kjo ndërlidhet me maturinë që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namazin e taravis. Natën e parë, kur u ligjësua namazi taravis, pejgamberi alayhis salam dul para xhamatit dhe fali namazin e taravis. Natën e dytë po ashtu dul dhe fali namazin e taravis. Natën e tretë dul dhe fali namazin e taravis. Shokut e imitojshin pejgamberin alayhis salam, sa herë që e shifshin se bënte ndonjë veprim, shokët ishin ata të parët të cilët shkoshin pas pejgamberit alayhis salam. Dhe natën e katër u mbledhën shumë xhamat, morën vesh shumë shok, morën vesh shumë sahabë se pejgamberi për herë të parë pe fal një namaz. Natën e katër pejgamberi alayhis salam nuk dol. Dhe këto filluan disi ta thrasin pejgamberin alayhis salam. Mirë po pejgamberi alayhis salam tek dul në namazin e sabahut. Dhe shokët prej namazit të yacis e pretën pejgamberin alayhis salam dhe bashkërisht e falën namazin e sabahut. Ju drejtuan ja Rasulullah, çka ndodhi, pse nuk e vazhdon atë namaz, të cilën 3 net më herët e patë fillu. Tha, u friksova se ndoshta mos po a ban Zoti fars, mos po ja u ban obligim, mos po ju ngarkoj. Dhe këto shifet maturia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në agjerim. Pejgamberi ynë i nderuar në çdo çast porosiste parimin
përgëzoni dhe mos ndillni urrëtie, lehtësoni dhe mos vështirësoni, kurse atyre që vepronin në kundërshtim me këto parime, u atërhiqte vërejtjen me njëherë. Maturin mund të hasim edhe tek kushti i 4 i Islamit tek zekati. Allahu xhaleshanuhu në surën El Mu'minun thot velledhina hum liz zekati failun. Dhe ata të cilët vazhdimisht e japin zekatin e tyre. Ndërka që i dërguari ynë në një rast ka thonë, bunjel islamu ala khamsin, kushtet e islamit janë 5 ose shtyllat e islamit janë 5. Shahadetu en la ilahe illallah wa anna Muhammedur Rasulullah. Të dëshmuarit se nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhaleshanuhu dhe se Muhamedi alayhi salam është i dërguari i tij. Wa ikamis sala është falja e namazit, wa saum Ramadan, agjerimi i Ramazanit, wa atu zekat, dhënia e zekatit, wa hijjul beiti men istata ila sabila dhe kryerja e haxhit për ata të cilët kanë mundësi tek ajo. Sa i përket zekatit, dihet fort mirë se është prej obligime që e kërkon Allahu xhaleshanuhu nga personat të cilët kanë mundësi. Allahu xhaleshanuhu këtë obligim nuk e kërkon nga të gjithë njerëzit, vetëm tek ata të cilët kanë pasuri për të dhënë zekat. Ata të cilët nuk e japin zekatin kanë dëshkime të mëdha nga ana e Allahu xhaleshanuhu. Do të kisha veçuar këto rastin kur Allahu xhaleshanuhu, kur pejgamberi alayhis salam e dërgoi shokun e tij Muadh ibn Xhebelin në Yemen, të cilin e këshillojnë këtë mënyrë dhe i tha: o shoku im, do të shkosh në Yemen. Kujdesu ndaj atyre besimtarëve. Kujdesu edhe në dhënien e zekatit, nga se dhënia e zekatit është një obligim shumë i madh. Ku Allahu xhaleshanuhu thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Merr nga pasuria e tyre për t'ja u pastruar atyre pasurinë. Ka disa definicione rreth zekatit, unë do të kisha veçuar një definicion ku thuhet se haqqun yu'khadhu min aghniya'il muslimina wa yuraddu ila fuqara'ihim. Zekati është e drejta e cila mirët prej të pasurve musliman dhe ju jipet të varfërve musliman. Ndërkaq, Muadh ibn Xhebelin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi dhe i tha: merr zekatin nga ana e besimtarëve atje, mirë po mos zgjedh veç pasurinë e mirë. Merr nga të gjitha pasuritë të cilat i kanë njerëzit, sepse mos jetë kjo shkak që ato të largohen mos japin zekatin. Dhe kjo është një shembull shumë i mirë dhe shembull të mirë se si duhet jemi të matur edhe në marrjen e zekatit, por edhe në dhënien e zekatit. Ne shohim sot edhe në shpërndarjen e zekatit, pasi që jetojmë në një kohë ku kemi na rrethojnë bonjak, jetim, fukara, e grupe të ndryshme që i cek Kurani që ju takon zekati. Duhet kujdesemi se si u shpërndajmë atyre. Duhet kujdesemi për nderin e tyre. Duhet kujdesemi se si nuk duhet jemi nga ata të cilët edhe e shtrim dorën, nuk duhet jemi nga ata të cilët edhe e korritim vetveten tonë, por edhe të pasurit. Duhet kënë kujdes se si e banë ndihmën e tyre, se si i shpërndajnë ata ndihmat e tyre, nga se kërkohet edhe për zekatin, por edhe për sadakat e ndryshme maturi. Dhe edhe në këtë rast feja islame i ka dhënë rëndësi të madhe maturisë. Një tjetër teprim në kuadër të praktikave fetare që ka arritur deri në ditët tona është edhe leximi i Kuranit fisnik me shpejtësi e pa e kuptuar. Aisha radiallahu anhu, e cila i pati mbërritur ditët e shtimit të kopjeve të Kuranit dhe numrit të atyre që lexonin të gjithë Kuranin shpejt dhe brenda një kohe të shkurtër, nuk e pati miratuar një gjë të tillë, dhe në lidhje me këtë, zakon që ka filluar që nga shekulli i parë i Islamit që është shprehur, unë nuk di që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ta ketë lexuar tër Kuranin brenda një nate dhe të ketë falur namaz deri në mëngjes. Ajo që duhet mbajtur parasysh, veçanërisht në lidhje me ibadetet, është vazhdimësia në adhurime. Pejgamberi ynë i nderuar më shumë rëndësi ka kushtuar vazhdimësisë së ibadeteve se sa caktimit të një dite të veçantë për to. Siç tregon Aisha radiallahu anhu, e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cila është puna më e dashur te Allahu Madhëplot, dhe ai u përgjigj se puna më e mirë te Allahu është ajo që është e vazhdueshme, qoftë edhe pak. Pastaj shtoi: merrni përsipër ato punë që keni fuqi t'i kryeni. Me këto fjalë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thekson se te Allahu xhaleshanuhu një punë e vogël, por e vazhdueshme, është më e vlefshme se një punë që bëhet me zell fillimisht e pastaj braktiset fare.
Një parim tjetër që duhet patur kujdes është realizimi i adhurimeve me sinqeritet. Pejgamberi ynë i nderuar, duke përcjell Muadh ibn Jabelin për në Yemen, e pati këshilluar: "Je i sinqert në fe, ashtu që dhe pak punë të mjaftojnë", duke theksuar me këtë se me rëndësi në adhurime nuk është sasia e tyre, por sinqeriteti dhe përulësia. Maturin po ashtu mund ta shohim edhe te kushti i pesë i Islamit tek haxhi. Allahu xhaleshanu u thotë: "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Kryeni haxhin dhe umrën për hir të Allahu xhaleshanu. Në një rast shkuan dhe e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'malu afdal?" E pyetën Rasulullah sallallahu alaihi wasallam të dashurin ton se cila punë është më e dashur tek Allahu xhaleshanu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Al-imanu billahi wa rasulihi", të besuarit në Allahun xhaleshanuhu dhe në të dërguarin e tij. Pastaj përsëri e pyetën: "Thumma madha qal?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "El jihadu fi sabilillah", lufta e cila bëhet për hir të Allahut xhaleshanuhu. Përsëri e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cila punë, cila vepër është e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam herën e tretë tha: "El hajjul mabrur", puna e mirë ose puna më me vlerë është haxhi i pranuar. Edhe rreth haxhit kemi këshilla se si duhet jemi të matër. Nuk duhet jemi nga ata të cilët e teprojmë, pasi që ai i cili vendos të shkon në haxh, duhet që siguroj familjes së tij të cilën e lën tek shtëpia, brenda asaj periudhe që mungon të ketë ushqimin e duhur, e jo nga një anë të shkojë ta kryejë këtë obligim, nga ana tjetër familja të vujnë, sepse edhe këtë obligim Allahu xhaleshanuhu e kërkon për të pasurit, nuk kërkon nga njerëzit të cilët nuk kanë mundësi deri tek ajo. Gjithashtu kërkohet nga haxhi që të jemi nga ata të cilët e kryjmë me pasuri halal. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast thotë se kush shkon me parat haram në haxh, le ta dinë se atij i thuhet nuk ka për ti lebek, e pranova o Zot, e pranova. Për ti nuk ka lebek sepse ti udhimin e kije haram, ushqimin e kije haram, veshjen e kije haram, të gjitha i kije haram, mos prit që Zoti xhaleshanuhu ta pranon këtë adhurim tonë. Andaj shumë duhet kemi kujdes, shumë duhet jemi të matur, secili prej ne, çdo besimtar dhe besimtare, kur ta marrim vendimin për me shku në haxh, se me çfarë pasurie shkojmë në haxh. Gjithashtu transmetohet se një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me shokët e tij, ju drejtua shokëve të tij dhe ju tha se Allahu xhaleshanuhu na ka obliguar me haxhin. Njëri nga shokët u drejtua dhe i tha pejgamberit alayhis salam: "Ja Rasulullah, a çdo vjet do ta kemi obligim të shkuarit në haxh?" Pejgamberi alayhis salam tha: "Jo, vetëm një herë në jetë." Andaj farzi kemi një herë në jetë të shkojmë në haxh. Hera tjera janë obligime vullnetare të cilët i bëjmë. Kjo është maturia të cilën e tregon Islami edhe në kryerjen e kushtit të pesë haxhit. Veprat që njeriu i bën me sinqeritet dhe duke marrë parasysh vetëm pëlqimin e Allahut të lartmadhërisëm, sigurisht që janë shumë më të vlefshme se ato që bën sa për sy e faqe, sepse hipokrizia i vlerëson veprat. Pejgamberi ynë i nderuar këtë realitet e ka shprehur kështu: "Çdo gjë ka vrullin e vet, dhe çdo vrull ka rënien e vet. Nëse ai i cili përjeton këto dy gjendje sillet me maturi dhe arrin të ndjekë rrugën e mesme, shpresoj se do të arrijë shpëtimin. Por nëse këto i bën në mënyrë të shtirur dhe tregohet me gisht, atëherë mos e numëroni ndër të mirët, duke theksuar rëndësinë e maturisë dhe thjeshtësisë në veprat që bëhen." Në fund e lut Zotin xhaleshanuhu që të jemi nga ata të cilët jemi të matur në përditshmërinë tonë. Jemi të matur edhe në adhurimet tona, në ibadetet tona. Jemi të matur edhe në namazet tona. Jemi të matur edhe në Ramazanet tona. Jemi të matur edhe në zakatin ton. Jemi të matur edhe në sadakat tona. Jemi të matur edhe në haxhin ton. Jemi të matur kudo që shkojmë dhe çdo punë që e veprojmë.